Një tragjedi e rëndë ka tronditur futbollin amator gjatë ndeshjes mes Dajtit dhe Lumni Nesen, ku futbollisti 29 vjeçar Bledar Hajdari humbi jetën si pasojë një arresti kardiak. Ngjarja ka tronditur thellë jo vetëm lojtarët e ekipit dhe miqtë e tij, por edhe komunitetin sportiv në tërësi. Më të lënduarit shpirtërisht, miqtë e Bledarit janë drejtuar redaksisë son me një denoncim të fortë, duke ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si u menaxhua situata emergjente. Sipas tyre, ambulanca që mbërriti në vend ngjarje për t'i ofruar ndihmën e parë nuk kishte asnjë mjek në bord dhe në mjet ndodhej vetëm shoferi. Në momentet kritike, i vetmi person që u përpoq t'i ofronte ndihmë 29 vjeçarit ishte fizioterapisti i ekipit. Kjo ka ngjallur zemërim dhe shqetësim të madh te të afërmit dhe shokët e Bledarit. Duhet të bëj një denoncim për rastin e dishëm që ka ndodhur në fushën ku humbi jetën Bled Hajdari. Në momentin që i ka rënë atak kardiak dhe është rrëzuar në fushë, kur ka mbërritur ambulanca, nuk ka pasur doktor, ka qenë vetëm shoferi. S'ka pas asnjë për të dhënë ndihmën e shpejtë, vetëm fizioterapisti i ekipit që ka qenë aty dhe asnjë tjetër nuk e marr vesh se si mund të niset një ambulancë pa doktor, shprehet një prej miqve të tij. Dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë keq menaxhim të situatës dhe autoritetet duhet të hetojnë të gjitha veprimet që janë ndjekur për të dhënë ndihmën e nevojshme futbollistit të ndjer.